fasule, grosh, pasul, ka shumë emra. Po elefandes herë parë besoj se i dëgjoni. Këto janë fasule gigantes, edhe quhen elefandes në greqisht, elefant, do me thënë se janë shumë të mbëdhaja. Tani si përgatitim. Pasi i kemi zjerë dhe undrojmë ujin e parë, i hedhim prapë me ujë të pastër që të valojnë në tenxherën e presionit. Pastaj do skuqim qepën, karotë, speca, mënjanën në një kështu tigan, edhe pastaj do hedhim salcë konkase, edhe salcë të freskët, edhe do ta trazojmë mire, do t'i hedhim edhe një nga këta kubat me shije, ose çfarë shije të doni juve, nuk ka probleme, ose zarzavate, ose pullë, nuk ka problem. Do t'i hedhim pak piper të kuq, piper të zi dhe një çikrip salcës, edhe pasi kanë zier elefantët, do t'i vendosim në tepsi, edhe do t'u hedhim salcën nga lartë, me pak ujë që të munden të valojnë edhe një çik në furrë. Do t'u hedhim edhe vaj, do t'i vendosim në furrë, edhe piqe në njerëz bëhen, mos e pyesni, po sa të shishme që bëhen. Shikoni tani se si dalin, duhet të dalin pa lëng, se janë në tepsi kuptohet, edhe të shijojnë aq shumë, mos e pyesni. Ja dhe sallatrat e tjera të gjitha këto ujë të djathi. Ciao, ciao, kaloj